يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد تجد فالانظرمية ونعلمة فالله مضرشا تجد صلوات السلامة ونشوفش ببيغمبر طعن محمد عليه الصلاة والسلام بتجد فعيلنتي تجد شوكتتي لتجد بس انتقار تصيرت شكوين فتم سپاس مسيمة فتتي إذا سپاس روغستي تنشو ضعزا نشو معية القرآن الله سبحانه وتعالى أنا تستون الله سبحانه وتعالى أنا تشت نبرئيم سمت ورتيت هاي كامي سنشريش بسي من طونا بويو هاي كامي سنشريش بيبرا طونا بويو هاي إمي متبرتيت سنشريش نروغ إن شاء الله وإدون نيسن أمينتي أبانوكي أمين. هذا نمي سنكتر آياته متسلت الله سبحانه وتعالى نتشت نبرئيم أشت في آلاتك وثأت لأن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نكت آيات الله وثأت نقدت منطقرين سنشاريتين نقدت منطقرين دوات شمالين رسالة تشفعزاني بري باسوريس أول أعد بيس تباسوريس أتسل أما تبرتيت كأم لير تيو أتسل أشت داشور بريو رابطور شوفهم سمتارين سأدان ما تستوق سنشاريتين نتي دو تشعبت بيت نتي ساعات دو كساكريفيكوار سبسة تيابش بي باسوريس هذا تيابش بي ساي باسوري أتسل كأم في الإير برتو متى ورتيت كيا ترقون بري ساكريفيتس فبستا إن آيات تيطر الله سبحانه وتعالى فت يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وإن تسلت كان بسؤال شفاء زاني بري باسوري سواي أتلاقى متى ورتيت الإير ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون هأسسي ما سشفاء زاني على بيست باسوريس هتسل أمانة في آل نوك دوهد هتسل أمانة في آل نوك عملير سبسة تنية الباسوري نسأل بيكوش كشتم وياب نيون نوكيشد مقار نوكيشد مبرانو وشكاك سرايا نوك عملير براماني في آل سنجاليتيت ياشت چتماسيات ديكوش إتيل چپري باسوري ستي تيعياب ديكوي أتا چانوك دوهد që prej pasurisë së tij t'ia jap dikujt nëse ajo i zan në shtëpinë e tij edhe nuk ka komelon. Dhe me të vërtetë ajo nuk ka peshë ai. Sinqeriteti nuk është i tillë. Dhe sakrifica nuk është e tillë. Por sakrifica është për ta jap personi ata që me të vërtetë e don. Dhe nëse shohim në biografinë e pejgamberëve të Allahut, në njerëzit më të zgjedhur, ne shohim se krejt jeta e tyre ka qenë sakrificë. Ne shohim se ata janë sakrifikuar qoftë në aspektin e pasurisë, se ata kanë sakrifikuar në aspektin material, edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin fizik. Me të vërtetë ata aveti atyre kanë çdo gjë që kanë pas. Dhe kjo është si sakrificë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Me të vërtetë ndroazën. Çështja e sakrificës, ajo ka aspekte të ndryshme. Ajo ka fusha të ndryshme. Mirë po fusha kryesore në të cilën besimtari duhet me sakrifiku
është feja e Allahut subhanahu wa taala. Që ai do të sakrifon nga vetë ati çdo gjë që ka për hir të Allahut. Sepse kjo është ajo që ndryshme. Kjo është ajo për të cilën Allahu subhanahu wa taala ka premtuar për besimtarët e tij. Dhe ne shohim në rastet e sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se sa kanë sakrifikuar ata për pasurisë së tyre. Në kohën kur pejgamberi alayhi salatu wasallam pikërisht ka shkuar në Medinë, edhe ai ka pas nevojë për një tokë, në të cilën do të ndërtonte xhamin e tij. Në atë rast ka kërkuar prej familjes e cila kanë pas në pronësi atë tokë, që ata të ashesin tokën për të ndërtuar xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Mirë po ata me të vërtet kanë qenë besimtarë të sinqertë. Ata kanë sakrifikuar për hir të Allahut, edhe ka prej tyre të cilët kanë thonë nuk kërkojnë çmim për këtë tokë, mirë po për këtë tokë ja kërkojnë shpërblimin vetëm për Allahut subhanahu wa taala. Dhe tash të shohim. Me të vërtet para 1400 vjetëve, ajo familje e ka dhënë tokën e tyre për xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe prej asaj kohe deri sot, edhe në ditën e gjykimit, se apet dhe shpërblimet e tyre do të jenë të vazhdueshme. Dhe këtu shohim me të vërtet testin dhe sakrificën. Që besimtari duhet të kujdeset që prej pasurisë së tij, ata një pjesë që ka, le ta dhurojë për hir të Allahut. Edhe le ta dhurojë në ato fusha në të cilat pasuria e tij do të jetë vakf. Pasuria e tij do të jetë me të vërtet me një sevap të vazhdueshëm. Sepse ne e shohim në tokën tonë, në vendin tonë, me të vërtet Islami ka mbijetuar, edhe xhamit ka mbijetuar, edhe bashkësia islame ka mbijetuar, vetëm për shkak të pasurisë së pakëve, vetëm për shkak të pasurisë së muslimanëve, të cilët i kanë dhuruar për hir të Allahut, edhe për shkak të atyre pasurive, bashkësia islame edhe xhamit kanë pas të ardhura të vazhdueshme. Edhe këtu e shoh se me të vërtet ky është shpenzimi më i madh. Ky është investimi më i madh që një besimtar duhet ta jep për jetën e tij, për familjen e tij, edhe për çdo gjë që ka, edhe për këtë do ta gjejë në ditën e gjykimit. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë në hadithin e tij, kur personi do vdes, me të vërtetë të gjitha veprat e tij do të shkëputen. Mirë po janë 3 vepra të cilat do të jenë të vazhdueshme për ta. Nëse ka lënë një sadaka, nëse ka lënë një vakf, për të cilës pasuron për të cilës përfitojnë besimtarët. Edhe nëse ka lënë pas vetes së tyre familje të mirë, të cilët do të luten për ta. Edhe nëse ka lënë pas tij dituri për të cilës do të mësojnë të tjerët. Po pastaj, prej fushave të tjera, në të cilat besimtari duhet me sakrifiku. Duhet të sakrifojë për pasurinë e tij. Duhet të mbrojë pasurinë e tij. Duhet të sakrifikojë për tokën e tij, për vendin e tij. Se me të vërtet në atë tokë edhe në atë vend besimtari e adhuron Allahun. Dhe për këtë arsye besimtari nuk do të leje që toka e tij të pushtohet prej armiqve. Besimtari nuk do të leje që toka e tij edhe atë vend i tij që të përdoset prej armiqve të Allahut. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë në hadithin e tij, me të vërtet personi që i vdes, duke mbrojtur pasurinë e tij, duke mbrojtur tokën e tij, duke mbrojtur shtëpinë e tij, duke mbrojtur familjen e tij, ai do të vjesë se shahid. Dhe këto e shohim se sa duhet me sakrifiku besimtari për vendin e tij, për avejun e tij. Edhe vetëm besimtarët janë ata të cilët me të vërtetë sakrifikojnë sinqerisht për hir të Allahut. Vetëm besimtarët janë ata të cilët me të vërtetë e japin çdo gjë, edhe jetën e tyre më të çmueshme, vetëm që ta mbrojnë atë mirësi të cilën u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Pra, në bazë të kësaj hyrje, e shohim se pa sakrificë nuk ka kurrë. Pa sakrificë nuk ka as fe. Pa sakrificë nuk ka as pasuri. Pa sakrificë nuk ka as nuk ka as familje. Mirë po besimtarët e nderuar, me të vërtetë për hir të Allahut duhet të sakrifikohet në çdo çast. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ashtu të ndërruar Allahzëm, nëse shohim biografinë e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ne me të vërtetë do të shohim sakrifica të pashoqe. Me të vërtetë ata kanë sakrifikuar që askush nuk mund me sakrifiku sikurse ata. Nëse shohim çështjen e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, ai krejt çka ka pas, me të vërtetë ka qenë shumë i pasur, edhe ka qenë tregtar i madh. Mirë po krejt pasurinë e tij e ka dhënë rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po pastaj nëse shohim Omerin, gjysmën e pasurisë e ka jap për hir të Allahut në shërbim të muslimanëve. Po ashtu nëse shohim Uthmanin edhe të gjithë sahabët e tjerë, me të vërtetë nuk ka askush prej sahabëve që kanë pas pasuri, edhe që ka pas mundësi me jap, vetëm se të gjithë prej tyre kanë jap pasuri prej tyre vakf, prej të cilët do të përfitojnë muslimanët. Nëse shohim rastin e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu, me të vërtetë ne shohim se Medinja është një tokë në mes të shkretirës. Edhe aty nuk ka pas ujë, ka pas shumë pak ujë të pishëm. Edhe ata ujë të pishëm që ka qenë nuk ka qenë i mirë. Edhe ka qenë vetëm një burim, vetëm një bunar në Medinë, i cili ka pas ujë të mirë dhe të pishëm. Mirë po ai bunar ka qenë privat. Ai bunar ka qenë një personi i cili ujët e ka shit me pare. Mirë po në atë rast pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, kush është ai besimtar, i cili do të mblejë këtë bunar, edhe ujin e tij do ta lëj vakf që të përfitojnë prej tij muslimanët. Edhe këto shohim se Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu me pasurinë e tij e ka mblejë shumë me një çmim të lartë atë bunar, edhe ka lënë që uji i tij të jetë i përbashkët për të gjithë muslimanët. Kështu është sakrifica. Nëse ne e shohim në bazë të këtyre fjalëve, në bazë të këtij testi me të cilin na teston Allahu në Kur'an, se çfarë jemi duke sakrifikuar. Me të vërtetë nuk jemi duke sakrifikuar asgjë. Jo vetëm që jemi duke sakrifikuar, po jemi ata të cilët kanë frikë se mos po e keq përdorim pasurinë e të tjerëve, se mos po e përdorim pasurinë e vakëfeve, se mos po e keq përdorim pasurinë e shtetit. Pra në vend që të jemi sakrifikues, në vend që të shpenzojmë edhe të ndihmojmë në këtë aspekt, mos të bëhemi popull i tillë të cilët me të vërtet e keq përdorin pasurinë që dikush e ka lënë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Me të vërtet këto dy ajete të Allahut, le të jenë test, edhe le të na tregojnë se pas sakrificës nuk ka besim të sinqert, se pas sakrificës nuk ka vepra të mira, asesi, edhe me të vërtet pas sakrificës nuk konsiderohet se ka pas pa iman askush. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله واذكر الله الذي ما يذكركم واشكروا على ما يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون وقيموا الصلاة.